Në mjediset e Kinema Republika u zhvillua takimi radhës i artizanatet, ku i ftuar ishte skulptori Ferit Kola. Synimi i këtij aktiviteti ka si qëllim risjelljen e zejeve që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore dhe evoluimin e tyre deri në art. Ndërteka Shkodër në bashkëpunim me Qendrën Kod, Bashkinë Shkodër, Qendrën Atelier dhe me Kinema Republika po organizon një cikël aktivitetesh artizanatet. Synimi është risjellje në vëmendje e zejeve që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore e dijebërjeve që Shkodra në gjithë përfshirjen e saj ka pas, edhe vazhdojnë të gjallojnë, dhe evolimi i tyre shpesh edhe në art. Po sjellin personazhe që kanë një profesion dhe si profesion të dytë kanë edhe një zeje. Është etapa e dytë. Etapën e parë kemi bërë me filigramin, me zotënin Diomen Broriqin. Sot kena një profesor në Rumë dhe skulptor të mirënjohur jo vetëm për Shkodrën, por edhe më gjerë, që është profesor i gjithëve ne, profesor Ferit Kola. Takimi sotëm ishte një rrugtim përmes mjeshtërisë, skalikjes së gurit, punimit të bronzit dhe restaurimit të veprave të artit. Arti për mua është frym. Tanë kërkojnë një përkufizim të sa më të saktë artit, që është arti. Unë, me që kam pa, që kam lexuar se arti është frym. Frym si dhe nga shpirti. Pra është thelbi. Mjeshtria është lëvozhga. Lëvozhga do thotë, ajo mund të jetë o në gur, o në bakër, o në balt, o në bronz, gjithsesi mund të jetë. Pra, shpirti, ideja e shpirtëzuar në material. Kjo sot është shumë interesante edhe për mua, për vetëm arsye se unë jam një skulptor që kam eksploruar në të gjitha stilet dhe format. Interesi të rinjve për këto profesione është zbehur, thot skulptori Kola. Ka shumë interesi edhe tek drejtimet që kanë marrë sot. Interesat e rinisë nuk janë përshëndetur tek një diçka që mendojnë se mund të jetë e ardhmja atyne. Pra duhet të kesh vlerë ti si je, vlera reale, jo i biri filanit ose jam i nipi filanit ose kam këtë klan ose kam atë klan, cili je ti. Aktiviteti ishte edhe një reflektim mbi sfidat e këtij profesioni dhe domosdoshmëria e edukimit të brezave të rinj për të bërë mjeshtra të së ardhmes.